Protestat kundër qeverisë kanë hyrë në natën e 7 në Stamboll dhe qytete të tjera turke, duke sjellë një mobilizim masiv opozitar pas arrestimit të kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Qindra mijëra qytetarë janë mbledhur në sheshe, rrugë dhe kampuse universitare, duke kërkuar lirimin e tij dhe duke brohuritur kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Kjo valë demonstratash është më e madhe në një dekadë, pavarësisht arrestimeve të shumta dhe ndërhyrjeve të ashpra të policisë jashtë bashkisë së Stambollit. Protestuesit ndezën flakadan në shenjë simbolike të rezistencës, ndërsa forcat e sigurisë monitoruan nga afër situatën. Presidenti Erdogan ka reaguar me tone të forta duke akuzuar protestuesit për përpjekje për të destabilizuar vendin. Ata që terrorizojnë rrugët tona dhe duan ta kthejnë këtë vend në kaos nuk kanë ku të shkojnë. Ne nuk do të lejojmë që rinia të përdoret nga organizata terroriste apo individ të korruptuar, deklaroi ai. Pavarësisht ndalimit të tubimeve nga autoritetet, protestat kanë vijur kryesisht në mënyrë paqësore. Megjithatë, forcat policore kanë përdorur shkopin dhe gaz lotësiellës për të shpërndarë turmat, duke arrestuar mbi 1400 persona deri më tani. Lider të opozitës, grupet e të drejtave të njerëzit dhe zyrtarë europiane kanë cilësuar ndalimin e İmamoğlut si një akt të motivuar politikisht dhe një sulm ndaj demokracisë në Turqi. Në kushtet e tensioneve në rritje, mbetet e paqartë se si do të evoluojë situata dhe nëse qeveria do të përshkallëzojë masat kundër protestuesve apo do të bëjë lëshime për të qetësuar krizën.